është një kohë e zezënja, e cila nga ime do lidhet është erë në bashkine dhe do si e dënushme dhe njëkosisht që në datën 21 korik unë vetë deklarova para drejtuesve në. Këto kanë qenë fjalët e fundit që ka thënë para gjykatës si akuzuari për vjedhjen e 713 milion lekëve nga thesari i Bankës së Shqipërisë. Ardian Bitraj, përveç se ka pranuar autorsinë e vjedhjes në këtë seancë të fundit, është munduar ta mbajë për vete të gjithë përgjegjësinë, duke dashur kështu të shpëtojë nga dënimi ish kolegen e tij të punës të pandehurën tjetër Mimoza Bruzin. Kam manipuluar asnjë lloj sistemi të bankës, as sistem kontabiliteti, as sistem sigurie, por përkundrazi sistemet e sigurisë më së miri e tregojnë aktivitetin tim hap pas hapi. Në të njëjtën linjë ishte dhe avokati i tij mbrojtur, sipas të cilit nuk vërtetohet në asnjë çast bashkëpunimi në vjedhje mes dy të pandehurve. Pasi nuk i besim, ai futej në këto ambite për shkak të besimit që kishte fituar. Shumat e përvecuara prej tij pranohet se janë mbi 600 milion, të cilat janë përvecuar në sasi dhe kohë të ndryshme. Siç ka shpjeguar vetë i pandehuri, lekët i ka marrë nga arkat, i ka futur në veshjet e trupit, duke mundsuar transportimin e tyre, ndërsa arkat i ka mbushur me libra me qëllim që ato të vuanin peshën e tyre. Në këto kushte, avokati të pandehurës tjetër Mimoza Bruzis ka kërkuar kohë për të përgatitur mbrojtjen dhe më pas gjykata do të shprehet me vendim për dënimin e dy të akuzuarve. Më herët në konkluzionet përfundimtare, prokuroria kërkoi dënimin me 20 vite burg për Bitrajn dhe 18 për Bruzin, dy nga të pandehurit e vetëm të akuzuar direkt për vjedhjen e thesarit, ndërkohë 17 ish punonjës të tjerë të bankës u akuzuan vetëm për shpërdorim detyre.